Radhaf që një 3 muaj s'kan livrit çmimet. Çto çmime janë? Shumë shtrejt, po s'ki qa pa dalë pak për 2-3 herë se s'ke mas punë s'ka kur gjëhes. Jashtë nuk i më kanë se di çmimet, po në bazë të rroga, pagesa, qysh janë këto shumë i lartë ashtë. Po e ki shtirë se në kërë diçka me na prish, në do të bërë që me hi. Shtirë bëllë, po që ki me ba, jam me dalë me vjedhja, diçka ne kena bale, më është së mërkush, mo. Po më të regu drejt, kove të fundit ullit naftës, Une nuk e moj e men prej pandemis që ka pas ullit naftës. Në kone pandemis kanë qenë çmimet super, me gjithë se nuk ka pas qarkullim të madh, po për momentin nafta dhe benzina sa i përket tarnave tona, po mendoj për rrugën tona, ose unë si taksit që punoj, janë katastrofë. Me gjithë se tash kanë dojë këta taksit me rrymë, na i kanë marrë ma tepër punën, po apet sa apet, në qovë se nafta është diçka ma lirë, ka dhe për neve diçka, po në qovë se është qështu çmimi i shtrejt atëras për neve s'ka kur gjë. Po, sigurisht që janë të larta. Sigurisht që po se në si taksista unë argjej për shembull afër 80 euro në javë, pëtën. Po janë shumë të larta valla, po ndikojnë se çdo sen po shtrejtohen tani se bet nafte edhe qashtu.